Po shkurorëzimin kur e bojna asnjoni deri sot. Çka po shofunë në përçet shoqëninë tonë, kur kush nuk e bën në mënyrën fetare. O vëllezër, nuk ka të bëj burrni. Çat njerëz që ata kanë prunë shtëpi me 300 krushçi, me 400 gra e me 10 burra, se çështu pi bojna na darsma tona. Shkojnë vetë shoferat edhe gratë shkojnë krushçi. Nuk ka më burra me shku apo këton. Sikur ka shku të një herë, por pa marr parasysh çat gruaje që ata kanë prue. Do thot me 400 veta, kur vjen puna me akthit e mas, nuk ja kthen as vet, por e hip në taksi, shko që ja filonit apo këton. Nuk ka burrni kjo. Nëse e ke marr me burra, do të më shku me akthi me burra. Nëse e ke marr me muhabet, do të përsëri me kthi me muhabet. Çështo është Islam që, ndërsa ata të cilët nuk i kanë kuptuar këto gjona, duhet një herë për gjithmonë me i ulë dhe me i kuptue këto gjona, se jeta nuk shkon ti çish ta merr menja, po jeta është ashtu siç e ka thonë Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se çështo rregullohen problemet e tona. Atëherë çka bëhet? Kur vjen tek terti te çiki problemi krejt, muslimani nëse vendos me shlu gryn e vet, çështu duhet me shlu. Mbas për herë ka drejt muslimani 3 herë me shlu gryn e vet. E shlon një herë, po ka drejt me kthi. Po e shlon për s'dyti, po ka drejt me kthi. Po e shlon për streti, po për streti kur e kthen, ose e man, ose kur ta shlon mos ka drejt me martu. Që ta duhet me kuptuar muslimani. Po që ta duhet me kuptuar edhe familja e grujës, se burri pra pas ka drejt me kthi gruajin e vet. Një herë, 2 herë, 3 herë. E për streti atëherë mo e treta e vërteta thonë te na. Që shtu i thojnë na Allah ka të narqe, po për stretën herë nuk ka më loj me nderin e vajzave tona dhe me nderin e bijave tona. Po që shlohet gruja? Gruja shlohet në atë mënyrë se Allahu i ka dalu burrat prej grave. Që i ka dalu burrat prej grave? Gratë kanë një sen shka i thojnë menstruacion, apo i thonë cikli i pastrimit, apo i thojnë teshat. Për para nuk i kanë përdorën modernu menstruacion, për i ka narë teshat. Tek terti sa gruja është pa tesha, do thot nuk e ka ciklin, është e pastër, do thot mundesh me flet me ta, nuk shlohet gruja. Por çka? Duhesh me prit tek terti sa ti vjen pastrimi, e kur ti vjen pastrimi, do thot edhe ti kalojnë do thot teshat, ti kalojnë menstruacionet e të bëhet apet përsëri e pastërt, e atëherë mo nuk flen me ta, nuk bjen më në shtrat me ta, edhe ul edhe i thu. Duke pas parasysh se unë e ti e të fola me laf, po të ndajta pi shtratit, po u bona pise ta mshova shpull, po bona hala ma pise shkova, ti kalzova këtë të problemet e babajat, e ti su drejtove, pisodit ti je e shlube. Edhe njëherë i thohet, burri nuk i thot 100 herë, e shlube je 100 herë, ti mos ki buk këtu të shpja eme, ti e mo këtu së nësun ki me piklue, këta nuk janë lafe të burrave, këta janë lafe apëton të rrugës e të grave, ndërsa burri që i thot, e ull, masit pastrohet e i thot pisodit, ti nuk je mo gruja e jeme. E atëherë kur ti thot ti nuk je gruja eme, që kjo gruje ku duhet me nejt? Që kjo gruje duhet me nejt të shpia e burrit. Ani pse nuk ka gruja jote, edhe ti mo nuk flen me ta. Edhe ka me nejt të shpia jote, edhe 3 muj. Ka me nejt 1 muj, po ka me nejt 2 muj, po ka me nejt 3 muj. E mrena që tinve 3 mujve, si t'jesh qashtu burr, që nuk shkon menja për ta mo kur hiq, edhe nuk shkon menja mo për ta me ra me flet, edhe hizbeti i sajna, edhe punte sajna, edhe pendimi i sajna, nuk ta tërhek vëretjen, atëherë kur bohon 3 muj, e ka për dore me burra edhe e qon të baba vet, edhe i thu, o burr, unë e kum shlu para 3 mujve, e që ta i pisodit kujna ki qef, bunësh me adhon, se ma kjo gruje të shpia e me buk nuk ka. Unë e pjo parashtroj një pyetje. A keni ndëgju da një herë që dikush pi djemve ton, pi burrave ton, e ka shlu grujen në qëtë mënyrë? Ha? S'keni ndëgju, edhe kur s'keni me ndëgju? Pse? Se hala si la bona musliman. Na vallahi, dinin ton e njofë veç 5%. A i din cila është ajo? 1% është me fal namazin, 1% me agjinu mujnë e Ramazanit, 1% me dhonë zeqatin, 1% me shkun haqë, edhe 1% me thonë la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Këtë janë 5%. Që ka që njofë mina dinin ton? Dini jonë nuk ka që ka që. Vallahi, dini jonë, o vllazni, është qatë shumë i madhë. Sa që akon qatë shumë i madhë që 800 vjetë që të Evropë të kalë të kanë sundu, s'ka guzov shkavi më uni, o vllazni. Pse? Me drejtësi. Një burr i cili e shlon gruajin e vet në çet mënyrë, që kur ta shlon e man të shtëpia e vet 3 muj, nuk vjen te shkurërzimi. Po te shkurërzimi vjen
Pa të arsye se gjithë natën ka net në kafe atje, dilin gjia dhe rezili, e i ka po e bukuroshet e dunjojës, aj që shja mërmenja, sa atë janë paqavrat e dunjojës, e masëri kur vjen të shpia e gjon, ngrujnë e vetë muslimane duke i ranë sejsh dhe Allahu të zëvëgjel, nuk ju begenisi se nuk din mu dridh, su kur atë të kafës atje, edhe i thot, hez të shpia jote, pijan e shlon ngrujnë e vetë, pijan, e a thu pijanit, shka presmi na vllazni, nuk ka bereqet, për atë arsye se çdo probleme, po na ndodhin shoqërinë tonë, po na vinë që si probleme. Po pse 3 muaj dhe ditë o hoq? Po 3 muaj dhe ditë për atë arsye se kur kina shku edhe kina bë për hajr. A keni pa kur ja bëna për hajr? Qohët dikush të takabe, dikush këtu pi burrave me bor dorën, po ka, çube hoq, ose çube filan pallak. E qohët ai thot, Allah në mrile, pejgamber ka ulile, a ke lip çikën filanit, Jakub lip, për hajr të kofta ka dhon. Me emrin e Allahit. Edhe me sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ke morë në përkom nderin e një vajzës të cilën e ka ndrujt 20 vjet. E masanej qatë nder të cilën e ke morë me emrin e Allahit edhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po e çon edhe po e derdh, do thot pa emër të Allahit edhe pa sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur të bëhen 3 muaj edhe e ke mojt të shtëpia jote, atëherë shka bëhet kur ta çojsh të shtëpia huaj atje e të martohet me danikan tjetër, e në kryet 6 muajve të lind djalë. Nuk mundet dikush barë me thonë, vallaj qëre, që kja akon gruja jote, që ki gjalli akon i joti se ka flet të shtrati jote. Jo, ka flet të shtrati jem, po unë e di që 3 muaj me gryën teme shtratë s'kom ra. Që ki gjallë të koftë me bariqolla ty se nuk ashtë jemi. Por na qka, jena bo shumë modern. Jena bo shumë modern, qka, oho, që kjo pak punasht. Po shumë pak punasht, pse se e mare qëjtë e doktori, a kontrolon gjakin, më ka dhëna a gjali jem, a nuk ka gjali jem. E mërë biskid, shko ne kontrolon të doktori shko, i cili 100.000 vizvoda dhe 100.000 vërtetime mundet me t'i dhonë. Por Allahi veç e din se qaj gjalli kujnë cili shtrata kon, a i burit par apo i burit dytë. Që të janë do defekte të cilat na musliman nuk podojna me i kuptu. E muslimani kur ta merë dhe ta shlon, edhe nuk e ka majt hiq 3 muaj dhe ditë të shpia e vetë. Edhe e thirin hoxhën, o hoxh, hajde se dush me na nda neve, ani bre po vina. Edhe kur shkon hoxha atje dhe i thul musliman dhe i thot, o vllazni, duke pas parasysh se kjo nuk ka shtet musliman, ki shteti këtu ashtë i shkavit, e këtu na kina gjygje, e kina sudi, e kina sud, i cili mundet më nda, pa po kini qef më nda në mënyrë islame, që ashtu që shi një qahtë mënyrë islame, apo kini qef më nda me ligjin e shkavit, vjen muslimani, i cili e ka mjekrën ndoshta tek të erti në gjyks, i cili halasi ka kuptu mirë, dinin e Allahut azza wa jall. O hoxh, a ban me m'kallzu muhe që shumë bjen ma mirë, a m'bjen ma mirë munda me islam, a m'bjen ma mirë me ligjin e shkavit. Jo valla me ligjin e shkavit vjen ma mirë për ata syje se ta morin gjysën e banesës. E po mirë, unë s'po du munda me hoxh, po du munda me shka, se po du me shku me denu mirë, që ata shka s'këma ka majtë motrën. O vllazni, thot Allahu azza wa jall në Kur'an, wa man lam yahkum bima anzal Allah, çaj i cili nuk bjen gjykim me çata që e ka pru gjykim Allahu atij i kosh mi fal. Fa ulaika humul kafirun, që janë kafir. Po a do ti pasunia me ta dhonë edhe dunjojnë kete me dek si qafira? Wallahi nuk t'vin kur gjo. Nuk ka njeri si përfaqet e tokës që ka pas mall ma tepër se Karuni, po e ka shlu toka, e ka batis me gjithë mallin e vetë që e ka pas. Nuk ka njeri si përfaqet e tokës që ka pas sundim, sikur që ka pasën Firauni, po e ka batis Allahu azza wa jall detin ja ka qitë për mi. Po çka duhet pasunia e dikujna? Çka duhet parja e dikujna nëse Allahu azza wa jall nuk është razi? Pa ata si o vllazni, nëse vjen edhe tërë të përfundimi, nëse vjen edhe tërë të ndamja, ndahuni çashtu që ka thonë Allahu azza wa jall, çashtu që ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në çato gjona ka bereqet. Çati është bereqeti dhe çati është përparimi. Çat herë kur mbështetesh te Allahu azza wa jall është ai i cili ta gjon dalin, edhe Allahu azza wa jall është ai i cili ta gjon çarën. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, çai i cili mbështetet te Allahu, Allahu i mjafton atina. Për këtë çështje, kur niseni çashtu që ka thonë Allahu azza wa jall, po edhe kur ta bitisni, nëse vjen te bitismja, bitisni çashtu që ka mësue Allahu edhe që ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse në këtë mënyrë vazhdon jeta jon, nuk ka me pas probleme në mesin tonë vllazni. Po për atë arsye se na nuk po i respektojna fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por i kena marrë jërnek filmat e mushrikëve,
edhe filmat e spanjolve, edhe filmat e qatinve, shka nuk kanë as din, as marrë, as iman. Për ata syje po na ndodh neve që ki problem, të cilën e kemi inshallah Allahu Azza wa Jall na drejton dhe na rregullon.